Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni: nis të hënën procesi për ish-kryeministrin Berisha, kryetari i Partisë Demokratike nuk do t'jeti pranishëm në seancë, akuzohet për korrupsion pasiv në dosjen Partizani. Partia Demokratike akuzon prokurorinë e posaçme se i shërbeu qeverisë për tjetërsimin e votës. Flamur Noka thot se SPAK dështoi të hetonte krimin elektoral. Tatimet nisin aksionin kundër informalitetit në sektorin e turizmit. Në Shënjestër, platformat Booking dhe Airbnb, ku qytetarët japin apartamentet me qira. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Gjykata e posaçme do të nisë të hënën procesin ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amarbër Maltezi për aferën Partizani. Lideri i opozitës nuk do të marrë pjesë në seancën e parë dhe në sallë do të jetë vetëm ekipi i mbrojtësve ligjor. Berisha rëndon akuzë e korrupsionit pasiv në privatizimin e ambienteve të ish-kompleksit sportiv Partizani. Për herë të parë, gjykata e posaçme ul në bankën e të akuzuarve ish-kryeministrin Sali Berisha. Pasi dosja Partizani kaloi për gjykim, togat e zeza kanë caktuar datën 30 qershor, orën 9:30 për seancën e parë në themel. Megjithatë, për Vision Plus, burimet bëjnë të ditur se kryetari i Partisë Demokratike nuk do të jetë në seancë për shkak të angazhimeve, por do të mbrohet nga avokatët e tij Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. I vënë në akuzë për korrupsion pasiv, pasi dyshohet se ka vendosur shtetin në funksion të përfitimeve të dhëndrit të tij, ish-kryeministri ka kërkuar gjykim të zakonshëm. Në seancën e së hënës pritet që të bëhet legjitimimi i palëve, pra të pandehurit e dosjes i verifikojnë gjykatës mbrojtësit e tyre. I bashkëpandehur në këtë çështje është dhëndri i liderit të opozitës Amarbër Maltezi, të cilin SPAK e akuzon për 2 vepra penale: korrupsion e pastrim parash, si pasojë e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Sipas organit të akuzës, Amarbër Maltezi ndërtoi në trojet shtetërore të këtij kompleksi sportiv 19 pallate. SPAK thot se Maltezi përfitoi nga pozita e vjehrit të tij si një nga 5 trashëgimtarët e këtyre trojeve përmes procedurave të përshpejtuara. Po ashtu në akuzë janë vënë biznesmeni Xhimi Begeja, ndërtuesi Fatmir Bektashi dhe përfaqësuesja e studios ligjore. Të 5 do të përballen me togat e zeza të gjykatës së posaçme, që kryesohen nga gjyqtarja Elsa Ulliri, e me antar Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Betejë e Berishës me SPAK ka qenë e tensionuar. Kryetari i PD-s ka hedhur një lumë akuzash ndaj 2 prokurorëve që e kanë vënë në hetim, Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, por edhe ndaj drejtuesit të prokurorisë Altin Dumani. Berisha pretendon se hetimi i tij ka prapavi politike. Liderët e vendeve të rajonit do të mblidhen në Shkup për një samit që do të zgjas 2 ditë. Përveç krerëve të shteteve të rajonit, në Shkup mbërrin edhe Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos. Në fokus të samitit do të jetë plani i rritjes, detajet për zbatimin e tij dhe integrimi në bllokun evropian. Gjatë 2 ditëve të qëndrimit në Maqedoni të Veriut, liderët do të zhvillojnë edhe takime dypalëshe. Numri 2 i Partisë Demokratike, Flamur Noka, akuzon prokurorinë e posaçme se u vendos plotësisht në shërbim të Edi Ramës me qëllim tjetërsimin e votës. Në një intervistë të dhënë për Vision Plus, sekretari i përgjithshëm shprehet se SPAK nuk bëri asgjë për hetimin e krimit elektoral në zgjedhjet parlamentare. Pas zgjedhjeve të 11 majit, Partia Demokratike ka shpërsuar sulme ndaj prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka në një intervistë për Vision Plus deklaroi se SPAK-u dështoi të luftonte krimin elektoral. Task Forca e krimit zgjedhor e ngritur në janar 2025 me aq shumë bujë kishte vdekur atë ditë që u krijua. Sipas Nokës, Partia Demokratike ka denoncuar çdo element procesit 11 majit, nga vendimet e qeverisë, tek përdorimi burimeve shtetërore deri tek ndikimi i bandave kriminale në zgjedhje, por prokurorët e posaçëm sipas tij nuk kanë reaguar. Por skapi i partisë nuk guxon të hapë sytë të shikojë. Megjithëse ne ja kemi çuar gjitha këto, dhe këto janë prova, sepse VKM-t janë prova. Ne kemi çuar edhe për krimin e organizuar, edhe për kartelet. Por skapi kthen përgjigje dhe kërkon që ne t'i çojmë edhe numrat telefonit banditëve. Numri 2 i Partisë Demokratike solli në vëmendje edhe për plasjen e tij në Vorë ditën e zgjedhjeve si shembull për të mbështetur akuzat se SPAK-u dështoi në 11 maj. Zonja Vokshi u kërcënua me rrëmbimin e vajzës, pse kërkoi
që banditët të dalin nga qendrat e votimit. Shkova unë dhe telefonova shefin e komisariatit, i cili ishte njësh me bandën, as nuk u duk që të ndërhynte. U telefonua edhe skapi dhe nuk ekzistoi. Dhe për çudi 2 orë mrapa, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike nga policia e shtetit procedohet penalisht dhe jo banditët. Për Partinë Demokratike, Task Forca e ngritur për zgjedhje dhe SPAK-u në 11 maj u përdorën nga partia në pushtet. Dhe skapi është një instrument në duart e Edi Ramës për të tedërsuar votën dhe në shërbim të farsës. 2 ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ishte në SPAK për të dhënë informacione për të gjitha kallëzimet që opozita ka bërë për zgjedhjet, por Partia Demokratike nuk pret asgjë nga këto hetime, sa kohë që rezultati dhe fitoria e Partisë Socialiste tashmë janë zyrtare. Me vendim të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve të hënën do të nisë procesi i rinumërimit të votave për të gjithë qarkun e Fierit për subjektet politike dhe kandidatët. Ankimimi u bë në kas nga nisma Shqipëria bëhet, e cila humbi një mandat në Fier për rreth 500 vota përballë Partisë Socialiste, ndërsa Partia Demokratike nuk shpreson për mandat, por e konsideron si një aksion në shërbim të transparencës. Pas Fierit, rinumërimi do të zhvillohet edhe për 257 kutit e qarkut të Durrësit, përfshirë edhe diasporën. Të premten përfundoi rinumërimi për qarkun e Tiranës, por që nuk solli asnjë ndryshim në rezultat. Tregu industrial në Durrës u përfshi nga flakët që shkaktuan dëme të konsiderueshme, por për fat të mirë nuk pati të lënduar, ndërkohë një vatër zjarri në fshatin Hoshtim të Vlorës rrezikoi seriozisht disa banesa, ndërsa u kërkua dhe ndërhyrje nga ajri. Një zjarr ka përfshirë pasditën e të dielës tregun industrial në zonën e plazhit të Durrësit, ku ndodhen mbi 20 dyqane që operojnë gjatë sezonit veror. Tregu i ndërtuar kryesisht me struktura të përkohshme dhe llamarina ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por sipas burimeve, zjarri ka shkaktuar dëme të shumta materiale. Në vendngjarje kanë bërritur 5 mjete zjarrfikëse dhe 3 autobot ujë, të cilët kanë punuar për shuarjen e flakëve dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit në dyqanet e tjera. Ndërkohë, një vatër zjarri është shfaqur në fshatin Hoshtim në Vlorë. Flakët kanë nisur pranë varrezave të fshatit, por përhapja e tyre është favorizuar nga era e fortë. Nga zjarri janë rrezikuar edhe banesat aty pranë. Policia ka evakuuar disa banorë që jetojnë në zonën përreth. Po ashtu banorët kanë zhvendosur edhe bagëtit nga stallat, ndërsa në vendngjarje kanë shkuar mjete zjarrfikse, si dhe është kërkuar ndihmë edhe nga forcat e armatosura për të ndërhyrë nga ajri me helikopter. Gjykata liroi nga qelia shoferin e taksisë Ekrem Skureni, i cili aksidentoi 3 të mitur të mërkurën në Tiranë. 41 vjeçari u arrestua pasi përplasi 3 fëmijët që ishin duke lëvizur me monopatin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gjatë seancës për masën e sigurisë, ai u kërkoi ndjes familjarëve. Pamjet tregojnë se përplasja ka qenë aq e fortë sa monopatinat janë kthyer në mes. 2 prej të plagosurve, 9 dhe 11 vjeç, janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore në spitalin e traumës me dëmtime në krah dhe në këmbë. I treti, një 11 vjeçar, është ende në gjendje kritike pasi ka marrë dëmtime në kokë. Makina dyshohet se ka kaluar me semafor portokallin, ndërsa të miturit kanë tentuar që të kalojnë rrugën pa u ndezur ende semafori jeshil. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ushtroi kontrolle në institucionin e vuajtjes së dënimit në Drenov. Shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve i gjeti një aparat celular Lajert Haxhiut, i dënuar për jetë për masakrën e Lushnjës në 2017, ku humbën jetën 2 persona. Në shënjestër të atentatit ishte Giulio Shkurti, nipi Aldo Bares, që i shpëtoi plumbave pasi u largua për pak minuta nga tavolina, ndërsa humbën jetën 2 miqtë e tij. Haxhiu është në proces gjyqësor në gjykatën e posaçme dhe për disa ngjarje të rënda kriminale, vrasje e grabitje, krime këto që janë rrëfyer nga i penduari i drejtësisë Artan Tafani, dikur pjesë e bandës së Lajert Haxhiut.
Booking dhe Airbnb janë vënë në shënjestër të administratës tatimore, e cila kërkon të formalizojë tregun pasi të ardhurat e padeklaruara janë në nivele të larta. Të dhënat tregojnë se të huajt po zgjedhin gjithnjë më shumë apartamentet në këto platforma për shkak të çmimeve shumë më të lira se hotelet. Tatimet kanë nisur një aksion për formalizimin e sektorit të turizmit, duke monitoruar dhe analizuar subjektet që janë në platformat Booking dhe Airbnb për çmimet që ofrojnë dhe faturat e fiskalizuara. Administrata tatimore thotë se ka të dhëna nga vetë deklarimet, faturat e fiskalizuara, furnizimet dhe platformat Booking dhe Airbnb, ndaj bën thirrje për regjistrimin e çdo strukture, përdorim të pajisjeve fiskale dhe për deklarim të saktë të qarkullimit. Ndërkohë që tatimet përpiqen të ulin informalitetin, agjentët imobiliar tregojnë se shtëpitë në Booking dhe Airbnb po zgjidhen masivisht nga turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë. Në fakt, Airbnb-a dhe Booking po i shpallin një sfidë hotelerisë tradicionale për shkak të faciliteteve që kanë, për shkak të numrit të madh të dhomave, por ambientit të gatimit që ofrojnë apartamentet të Booking dhe në Airbnb. Turistët që kemi parë së fundmi janë, po themi, që edhe ne na ka habitur nga Meksika, nga Kameruni, nga Afrika një pjesë shumë e madhe, nga Amerika, por edhe vende të tjera të cilët deri para disa vitesh nuk konsiderohen në Shqipërinë si një mundësi, pra siç mund të jetë Korea apo edhe Japonia. Njësitë akomoduese në Bregdetin e Jugut ofrojnë edhe çmimet më të larta. Ksamili, Dërmiu mbeten ndër më të shtrenjtët, ku për një natë në pikun e sezonit duhet të paguash të paktën 100 euro. Varet nga ajo çfarë ofrojnë. Le të themi fillojnë nga 40 euro dhe mund të jenë deri në 200 euro. Varet nga madhësia, varet nga largësia që kanë me qendrën, ose në Bregdet vije parë, vije dytë, çfarë kushtesh kanë brenda, ka apartamente të cilët janë në Airbnb dhe Booking, të cilët janë me suita dhe me facilitete shumë të mëdha për çdo klient potencial që i pronoton apo i rezervon këto apartamente. Nëse ata vinë në grupe shoqërore, sigurisht marrin apartamente të mëdha 3+1 për të akomoduar dhe për të pasur facilitetin e kuzhinës për të gatuar dhe për të ulur pa diskutim kostot. Nëse janë çifte, sigurisht zgjedhin garsonierët ose apartamentet e vogla të tipologjive 1+1, duke qenë se këto kanë dhe buxhete më të përballueshme, diku te 40, 50 apo dhe 60 euro. Çmimet më të lira i ofrojnë subjektet në Velipoj, Shëngjin e Golem, ku mund të akomodohesh edhe me 35 euro nata. Shqipëria është kthyer vitet e fundit jo vetëm në një destinacion të rëndësishëm turistik, por edhe në një vend qëndrim të përhershëm për qindra të huaj. I tillë është edhe rasti një piktori amerikan i cili ka braktisur Kaliforninë dhe është vendosur në vendin tonë. Ai thotë se është befasuar nga mikpritja e shqiptarëve. Billy, ardhur nga Kalifornia, prej disa muajsh ka zgjedhur të jetojë në Shqipëri, ku përveç angazhimeve të përditshme i është përkushtuar edhe pasionit të tij pikturës. Mund të ketë rreth një vit që e bëj këtë. Unë kam qenë artist gjatë gjithë jetës time, por nuk e kisha menduar se nëse i postoj vizatimet e mia në Instagram, njerëzit do të kërkonin për të vizatuar. Një pjesë të madhe të tyre i kam takuar së fundmi dhe i kam vizatuar. I bën njerëzit të lumtur. Me dëshirën për të blerë një shtëpi pranë Bregdetit shqiptar, Billy rrëfen se frymëzimi për të jetuar në vendin ton lindi natyrshëm. But once I came, I fell in love with the capital city here, and I was able to get a nice apartment. Rash në dashuri me qytetin këtu, mora një apartament, u ndjeva më një herë rehat. Njerëzit janë shumë miqësor, është një vend i ngrohtë dhe jam shumë i emocionuar, pasi dua të blej një shtëpi pranë detit dhe mezi pres të eksploroj rivjerën shqiptare. A i thotë se është surprizuar nga mikpritja dhe fakti që shumë shqiptarë flasin anglisht duke e bërë qëndrimin e tij më të lehtë. Kualiteti i restoranteve, sa i sigurt është, sa mirëpritës janë njerëzit, çdo person është miqësor, plus çdo i ri flet anglisht. Ky është një plus shumë i madh për mua. Kam qenë i mahnitur se sa shumë njerëz flasin anglishten këtu. Mund të shkoj në çdo dyqan dhe patjetër dikush do të flasë anglisht. Duke qenë se arrin të kuptohet mjaft mirë nëpërmjet gjuhës angleze, ai pohon se ka mundur të mësoj fare pak fjalë në gjuhën tonë, por kjo nuk e pengon në dëshirën për të jetuar në Shqipëri as për të ndjekur pasionin për pikturën. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.